Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim në qytetin e Cerrikut, me fokus në zhvillimin e bujqësisë, sfida që ky sektor përballet dhe nevojën për ta trajtuar atë. Në fjalën e tij, Rama tha se bujqësia nuk duhet të shihet si një histori subvencionesh për mbijetesë, por si një mundësi për të ndërtuar sipërmarrje orale të qëndrueshme dhe fitimpruese. Nëse nuk arrijmë do të japim bujqësisë profilin e sipërmarrjes, dhe nëse nuk arrijmë do të japim të gjithë atyre që duan një shans duke jetuar në fshat, mundësinë që të ngrenë sipërmarrje dhe të dalin me një fitim që ja u bën kuptim plot jetën e tyre në fshat, ne nuk e kemi kryer detyrën. Dhe kjo nuk mund të jetë një histori subvencionesh për të mbajtur frymën, por do të jetë një histori bashkëpunimi për të transformuar frymën e punës dhe frymën e gjithë jetës së një sipërmarrje rurale. Kryeministri njoftoi se është vënë në dispozicion një linjë re kredie prej 250 milion eurosh nga Banka e Shqipërisë për të mbështetur projektet bujqësore dhe zhvillimin oral. Kemi vendosur në dispozicion të fermerëve dhe të fshatit edhe një linjë të re kredie nga Banka e Shqipërisë, 250 milion euro, që është një shumë kolosale për t'u përgjigjur ambicieve dhe për t'i dhënë mbështetje projekteve në fshat. Dhe shpresoj shumë që nga kjo bisede sotme të çelim një kapitull të ri bashkëpunimi dhe ndërveprimi me teritoret në të cilat zhvillohet jeta e përditshme e fshatit. Nuk është vetëm linja e re e kredisë që ka nevojë të shfrytëzohet maksimalisht dhe që rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar. Gjatë takimit, Rama u shpreh se linja e re e kredisë 250 milion euro për bujqësinë duhet shfrytëzuar maksimalisht, ashtu si dhe paketa e maleve. Për këtë të fundit tha se rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar nëse nuk ndërtojmë mekanizmat e duhura. Nga Cerriku, kryeministri Edi Rama pati edhe kritika për kryebashkiakët, të cilët u tha se janë shkëputur nga fshati dhe nuk po e shohin si pjesë të punës së tyre të përditshme në funksion të zhvillimit.